Ju ngjatjeta të nderuar kudo që jeni. Ka ngjarje në histori që nuk i përkasin vetëm një populli, një kohe apo një territori. Ato ngjarje janë universale, sepse i flasin njerijut si njeri në përgjithësi. Flasin për fatin e njerijut, për drejtësinë që i duhet njerijut, për lirinë që aq shumë e kërkon njeriu, për barazinë ndërnjerëzore dhe natyrisht për raportin e tij me Krijuesin. Dita e Arafatit është njëra prej këtyre ditëve dhe njëra prej këtyre ngjarjeve më të rëndësishme. Dita e Arafatit që është tema e sotshme në këtë video. Miq, nëse Kutsi Sherifi, Jerusalemi përfaqëson kujtesën e shpalljes hyjnore, nëse Meka e lavdishme përfaqëson qendrën e tauhidit islam, atëherë Arafati përfaqëson kulmin e ndërgjegjes mbar njerëzore. Për shkak se aty në Arafat mblidhen miliona njerëz, pa dalim, race, gjuhe, kombi, pasurie apo statusi social. Aty në Arafat nuk ka mbret e as lypës, nuk ka as të bardh e as të zinj, nuk ka as arab e as jo arab. Aty ka vetëm njerëz të gjithë të barabart, pa dallime para Allahut të madhreshëm. Prandaj, kur flasim për Arafatin, çuditërisht, e ndoshta si mangësi, shumë njerëz mendojnë se fjala është për një ditë të caktuar të haxhit, për lutje që bëhen aty, për lotët rëkej që derdhen aty, apo për pendesa e tëube që bëhen të Allahu i madhreshëm. Mirë po, Arafati është shumë më tepër se kaq. Ai është kulmi i një projekti hyjnor që zgjati për hiç më pak se 23 vjet. Arafati është kurorizimi i misionit profetik të Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe një nga ngjarjet më madhështore që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Prandaj të nderuar, kudo që jeni dhe nga kudo që po më përcjellni, për ta kuptuar thellë drejt Arafatin, nuk duhet filluar shpjegimin nga fusha e Arafatit se sa njerëz janë aty dhe çfarë po ndodh aty në këtë ditë. Por duhet filluar pikërisht nga shpella e Hiras. Aty ku në vitin 610 një njeri i vetëm qëndronte në një shpellë të vetmuar mbi Mekë. Ai aty e as për radh nuk kishte ushtri, nuk kishte pasuri, nuk kishte shtet, nuk kishte as media, bile nuk kishte as mbështetje politike prej askujt. Përkundrazi, shumica e njerëzve të fisit të tij, të Mekës dhe vendeve përreth Mekës e konsideronin të çuditshëm dhe i kishin shpallur luftë deri në shfarosje fizike. Dhe në atë shpellë, Allahu i madhreshëm i drejtohet me këtë fjalë: Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd që krijoi. As kush atë natë nuk ka mujt me imagjinue se pas 23 vjetësh i njëjti njeri i vetmuar aty do të qëndronte një ditë pas 23 vjete para më shumë se 100.000 njerëzve në Arafat, dhe se
do t'ju drejtohej si udhëheci shpirtnor i atyre njerëzve aty, udhëheci moral, politik i një qytetërimi të ri. Askush, ama bash askush, nuk ka mujt me imagjinue se nga ai vend aty do të nisin shkëndijat për ndryshimin e kohëve të historisë. Dhe atë mbi dy shtylla, mbi besimin monoteist, se Zoti është një, se Allahu është Zoti i vetëm, dhe mbi shtyllën tjetër, mbi shtyllën e diturisë. Për këtë arsye, komunikimi i parë i Gjibrilit që po e sjellte nga Allahu te Muhamedi fillon me fjalën Iqra, lexo. Komunikimi i parë i Allahut tani me krijesën e tij, me Muhammedin alayhi salatu wasalam, fillon pikërisht me fjalën Iqra. Iqra, çdo gjë që të duhet ty në jetën tënde dhe i dohet shoqërisë sate dhe njerëzimit në përgjithësi. Jo të fokusohesh vetëm në libra fetar, ndërsa, aq më keq, fjalën ulema, dietar, ta përkthesh në fjalën dietar të fesë. Fjalën dietar dhe dije të cilën aq shumë e çmon Allahu në Kur'an, që betohet në lapsin, në ngjyrën dhe në ata që shkruajnë, të mos e përktheni në dietar të cilët e shpjegojnë fen, por fjalën Iqra ngjitas me fjalën ulema ta përktheni ashtu siç e porosit Kur'ani, që përfshin çdo dije dhe çdo dietar i çdo rrafshit të diturisë që është e dobishme për njeriun dhe njerëzimin në përgjithësi. Prandaj miq, sot në këtë epokë kur bota po coptohet nga nacionalizmat agresiv, nga polarizimet politike, nga konfliktet etnike, nga përçarjet medhebiste midis muslimanëve, nga pabarazit ekonomike, Arafati mbetet manifestimi më i madh praktik i barazisë njerëzore në historinë e qytetërimeve. Nga kjo perspektivë, Arafati nuk duhet pa vetëm si një ritual fetar. Ai është një manifest, e përsëris, Arafati është një manifest. Arafati është një manifest social, politik, etik dhe qytetërimor. Në historinë njerëzore ka pasur njerëz pushtues që kanë mbledhur njerëz e ushtri për rreth veten nëpërmes ushtrive. Ka pas mbretër që kanë mbledhur njerëz shumë, popull të tërë për ta dëgjuar. Ka pas perandor që kanë sunduar kontinente të tëra. Ka pas edhasi perandor të cilët kanë shkel njerëzit dhe i kanë sjell ku kanë dashur nëpërmes dhunës, shpatës e gjenocideve të tjera. Ka pas edhe Donald Trumpa që kanë kërcënuar se do të zhdukin qytetërime të tëra dhe do të bëjnë shtete rrafsh me tokë për t'i kthyer në kohën e gurit, duke u thirrë natyrisht të gjithë këta në fuqit ushtarake të fundit, siç thirret Donald Trump në fuqin ushtarake amerikane më e madhja ndonjëherë në histori. Mirë po, miq, për dallim nga të gjithë këta, Muhammedi alayhi salatu wasalam kishte bërë diçka krejtësisht tjetër. Ai njerëzit aty në sheshin e Arafatit nuk i kishte mbledhur me ideologji, me dhunë, me ushtri dhe format të tjera reprezalje, por
ai i kishte mbledhur zemrat e njerëzve me dashuri dhe me misionin e tij që atë ditë do ta përfundonte. Në Arafat nuk kishte njerëz të detyruar, nuk kishte njerëz të sjell me forcë, nuk kishte njerëz që prisnin paga apo privilegje të ndryshme nga se kanë shkuar aty. Nuk kishte njerëz të sjell as me autobusa e as me trena nëpër mitingje siç veprohet në ditët e sotshme. Ata njerëz aty kishin ardhur nga dashuria e tyre për Allahun dhe nga dashuria e tyre ndaj besimit që ja kishin ofruar pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është arsyeja pra pse Arafati është një fenomen unik në histori. Historiani i njohur britanik Arnold Toynbee vlerësonte se fetë e mëdha arrin suksesin e tyre më të madh kur krijojnë një komunitet moral që të i kalon kufijt etnik dhe tribal, politik dhe ideologjik. Pikërisht këtë e realizoi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai mori fiset e përqara të Arabisë dhe i shndroi në një ummet që nuk e kishte parë njerëzimin deri në atë kohë. Ai mori njerëz që luftonin për deve e për puse uje dhe i bëri bartës të një mesazhi hyjnor që do ta ndronin pamjen e historisë njerëzore. Ai e mori nga aty Omerin e dikurshëm, një bari i ashpër me kafsh dhe me njerëz, dhe krijoi Omerin Emirul Mu'minin, i cili pa pikë dyshime bëri ndryshimet më të mëdha në historinë e njerëzimit deri në atë kohë. Omerin e mori nga aty, i cili pa t'i thënë dhe e krijoi të atill, i cili pa t'i thënë se kush më pengon mua në projektet e së ardhmës për të mirën e njerëzve, duke mbrojtur të kaluarën dhe duke u thirrur në të kaluarën, koka e tij ka punë me shpatën time. Nga Ebu Bekri, miliarderi i kohës, krijoi Ebu Bekrin, humanistin më të madh që ka njohur ndonjëherë historia. Aliun, i cili u rrit pranë Muhamedit alayhi salatu wassalam, bëri prej tij njërin prej kokave më gjeniale që ka njohur historia. Imagjinoni tani, ky Muhammed me këto suksese spektakolare. Për një moment, imagjinojeni gjendjen emocionale të tij atë ditë kur ishte para asaj turbe kaq të madhe të njerëzve. Ai shikonte para vetes 100.000 njerëz që ishin mbledhur aty. Mirë po, në ndërkohë kujton vitet e para të misionit të tij. Kujtoi Bilalin që torturohej në rërën përvoluse dhe në rrezet e diellit që po diçte. Kujtoi Yasirin dhe Sumejën që u vran mizorisht në mënyrën mështazarake. Kujtoi bojkotin e Shib Ebi Talibit. Kujtoi netët kur flinte i uritur pa pas asgjë në tryezën e tij. Kujtonte gurët e Taifit, kujtonte ditët kur u kthye nga Taifi i përgjakur këmbëve dhe gjoksit të tij. Kujtonte momentin kur njerëzit e quanin dikur magjistar, gënjeshtar, poet, imar, mashtrues i çmendur e çka jo tjetër me epitete denigruese. Dhe tani, derisa ishte në Arafat, para kësaj turme kaq të madhe të njerëzve, ata që dikur e luftonin,
ose ishin bërë besimtar dhe ishin në mesin e atyre njerëzve, ose kishin betur jashtë Arafatit, në për skutet e gadishullit arabik, por kishin humbur ndikimin e tyre makabër. Mesazhi i pejgamberit kishte triumfuar. Jo me shpata, jo me ari, jo me propaganda, por me ide, me besim, me moral dhe me drejtësi, siç e dëshironte Allahu i Madhreshëm. Prandaj, shumë dietar të njohur kanë thënë se Arafati ishte një nga momentet më emocionale në jetën e Muhammedit a.s. Sepse ai aty po shikonte frytin e 23 vjetë sakrificë, frytin e një pune të palodhshme, e një përpjekje gjigante, titanike, të një njeriu i cili edhe kur ishte në dhunën e gjakatarëve të kohës, edhe kur e joshnin me pasuri, me femra, me pozita, edhe kur u josh nga Allahu i Madhreshëm që të qëndronte në qiell, të gjitha i refuzoi, ndërsa derisa ishte në Mi'raj, në qiejt e hapur, shumë afër Allahut të Madhreshëm, i thot Zotit të Madh: o Zot, më kthe në Mekën time, me gjithë që e di se rrugën e kam të shtruar me thera dhe vështërsi. Misionin të cilën e kam marrë nga ti në qytetin tim, tek njerëzit e mi, tek njerëzimi në përgjithësi, do ta çoj deri në pikën e fundit. Dhe momenti i fundit i këtij misioni të tij veç po shfaqej si një fitore spektakolare në ditën e Arafatit të atëhershëm. Ajeti i fundit i Kur'anit që ka zbritur është ajeti që zbret pikërisht në ditën e Arafatit. Bismillahirrahmanirrahim. El-jaume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekumul islame dina. Sot ju a përsosa fen tuaj, ju a plotësova mirësin time ndaj jush dhe zgjodha për ju islamin si fe. Me këtë fjalë përfundon shpallja kuranore drejtuar pejgamberit dhe nëpërmes tij njerëzimit, se këto mbaroi shpallja e Kur'anit dhe po mbaron edhe misioni i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur ky ajet shpallet, shumë sahab gazohen nga gazimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. I gazohen suksesit të liderit shpirtnor, moral, politik, ushtarak, shoqëror, i përgjithshëm në jetën e tyre. Por vetëm njëri prej tyre qau me lot dhe me zë. Ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, sepse ai e kuptoi diçka që të tjerët aty për aty nuk e kuptuan. Nëse misioni ishte përmbushur, nëse zbriti ajeti i fundit i Kur'anit, atëherë edhe largimi i profetit nga kjo botë po afrohej dhe ishte shumë afër. Gjithsesi miq, Arafati lidhet me haxhin, natyrisht me haxhin të cilin e kam shpjeguar dje, për aq sa kam arrit unë të kuptoj misionin dhe peshën e haxhit, jam munduar të shpjegoj nga një perspektiv ndryshe, nga që vazhdimisht jemi mësuar të dëgjojmë për haxhin. Në Kur'an, në sure El-Bakare, nëse nuk gaboj ajetin 97, Kur'ani thot:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Haxhi është në muaj të caktuar. Kush vendos ta kryej haxhin, të mos bëj marrëdhënie intime, të mos bëj mëkate dhe të mos bëj grindje gjatë haxhit. Njerëzit të cilët e kuptojnë thellësinë e këtij ajeti, sikur të rasti paralajmërues i alkoholit kur Zoti thot se mos ju afroni namazit derisa jeni të dehur ende pas brit ajeti i fundit, sipas shpjegimit të disa dietarëve, edhe tek rasti i këtij ajeti. Mos bëni grindje gjatë haxhit e përkthejnë, jo vetëm gjatë haxhit, por mos bëni grindje, përçarje, lufta ndër medhhebiste, shkatërruese, vrastare mes vete, as edhe pas përfundimit të kohës së haxhit. Në anën tjetër, Muhammedi alayhi salatu wasalam thot el hajju Arafa. Haxhi është Arafati. Një thonje me dy fjalë, por me një thellësi filozofike që do trajtim tepër serioz. Ky hadith i pejgamberit pra përmban një domethënie të jashtëzakonshme. Pejgamberi nuk tha Arafati është pjesë e haxhit, por tha Arafati është, ose haxhi është vet Arafati, sikur po u thoshte të gjithëve se filozofia e haxhit përmblidhet në ditën e Arafatit. Mahsheri i Arafatit, në të cilën mlidhen njerëzit të barabartë mes vete, pa dallim etnie, race, ngjyre e gjuhe, është simbolika kryesore e haxhit. Për këtë arsye, haxhi konsiderohet kongresi dhe tubimi më i madh në historinë e njerëzimit në një kohë të caktuar dhe prerogativa kryesore e universalizmit të barabartë midis njerëzve që ka ditë me e krijuar Islami. Përse është kjo Arafati kaq i rëndësishëm? Miq, Arafati është një kongres vjetor i njerëzimit. Në shkencat politike lexojmë për samite globale. Termi samite globale e shohim në për libra të ndryshëm. Në ekonomi flitet për forumin e Davosit. Pejkejt botës shkojnë aty. Në diplomaci flitet për asamblen e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirë po, miq, e them me bindjen më të plot, as njëra prej këtyre trijave që i përmenda nuk arrin nivelin simbolik që e ka Arafati. Pse them me kaq bindje dhe pse jam kaq sfidues teksa e them këtë fjali? Sepse në Arafat nuk mblidhen përfaqësuesit e popujve dhe vetëm njerëzit me ndikim. Por aty në Arafat mblidhen vetë popujt, baza e popujve pa dallim pozite, ngjyre, pasurie, pushteti mblidhen në Arafat. I te i kalon për masat e forumit të Davosit, i te i kalon për masat thellësinë, filozofinë dhe rëndësinë e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. I kalon për masat e samiteve të tjera globale që përmenden në shkencat politike dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Çdo vit miliona njerëz vijnë në Arafat, në Haxh, nga më shumë se 180 shtete të botës.
ata flasin qindra gjuhë, kanë qindra kultura të ndryshme, kanë histori të ndryshme, kanë interesa të ndryshme, por të gjithë e mbajnë të njëjtën veshje, ihramin, dy pëlhura të bardha që i hedhin mbi trupin e tyre. Ky është një revolucion sociologjik. Prandaj sociologu francez Emile Durkheim thot se forca më e madhe e islamit është pikërisht solidariteti kolektiv që kishte krijuar. Arafati është shembulli më i madh dhe më i fuqishëm historik i këtij solidariteti gjithnjerëzor. Kur hyn njeriu në haxh e vesh ihramin para se të mrin aty, në fakt me veshjen e ihramit, si që shpjegova edhe në videon e djeshme, ai ka hek pej trupit të tij, pej personalitetit të tij, titullin që e ka pas deri atë moment. E ka hek pushtetin, e ka hek pasonin, privilegjin, krenarin me të cilën ka ardhur deri në ato momente. Mbetet vetëm njeri i barabart me të gjithë të tjerët. Mbetet njeri bash si thot Kurani i Madhreshëm. Në surën El Hujurat, ajeti i 13. Ja ejuhen nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ku do që jeni, qfar do që jeni, qfar do ngjyre, kulture, gjuhe që flisni. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, mos harroni se unë, Kurani po flet, ju kam krijuar nga një bab dhe një nën, nga një mashkull dhe një femër. Pastaj, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Pastaj ju kemi nda në fise e kombe e popoj e shoqëri të ndryshme. Përse? Që të tregoni superioritet ndaj tjetrit, që ti shtypni për shkak të privilegjeve ndaj tjetrit, që ti shkelni dhe denigroni për shkak të ngjyrës së trupit që e keni ndaj tjetrit. Jo, lita'arafu, që të njiheni me diçka që është shumë e dashur tek Allahu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dallimi i vetëm në mesin tuaj është takvaja, devotshmëria. Më i miri prej juve, me këto ngjyra, e këto fise, e këto gjuhë, e këto privilegje, e pasuni, e fukarallak, e pozita, kushdo kofshi. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ma i miri për juve është ai i cili është ma i devotshëm. Pak pej temës po lëvizi, por gjithnjë në frymën e kësaj që po e shpjegoj. Qëtë fjalën takva, të nderuar miq e shumë të dashur, e kemi dëgjuar shumë herë teksa shpjegohet prej hoxhallarëve dhe dietarëve të ndryshëm. Takva, devotshmëria. Çka është devotshmëria? Çka është ajo devotshmëri që po e pranoj ka Zoti të vetmën shenjë dalluese midis njerëzve. Më i miri prej juve, jo arapi e ky anglezi, shqiptari e turke, jo. Më i miri prej krejt juve është ai i cili është më i devotshëm. Çka është që kjo devotshmëri? Kush është i devotshëm? Ka shpjegime të shumta. Një ditë Hazreti Alia, për të cilin pak përpara thash se është koka
një prej kokave më gjeniale në historinë e njerëzimit që është talebja i pejgamberit alayhi salatu wasalam, studenti i pejgamberit, rritën në hijen e pejgamberit, e dëgjon pejgamberit, e respekton liderin e tij, i përkushtohet me gjithë qenjen liderit, mësuesit të tij, pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që ky Hazreti Alija kur rritet, po ju thët shokëve, shkojmë edhe i bojmë ziaret varret. Shkojmë me bo ziaret varret, mi vizitue. Kur hinën mrena varreve aty, unal me një ven edhe po janis po bisedon me varret, me të vdekurit në varre. Po ju thët, o ju njerëz, pasunit të cilat i keni grumbullu, për të cilat keni vdek, jeni shashtris, keni vrapu, keni lanë të miren, e devotshmën e ate, vetëm e vetëm që të grumbulloj pasuni, ato janë të javë hangër të tjerët. E vlat tuaj, për të cilët jo, do njëherë keni lajthit nga rruga e Allahut, ata ju kanë harru juve. Ndërtesat të cilat i keni bo prapa në tokë, ato janë shemb ose i kanë banuar të tjerët. Jarenit 7 sene aty të vdekurve. Thet, këto janë lajmet e juve nga mbi ju. Kosovarqe, shka ka nalt ju kalzova. Na tregoni ju tash poshtë shka keni më na kalzue, kur i pyet që shto vorët, njoni nga të pranishmet aty i thet, ja emir el mu'minin, o burr, ata nuk din me fol. Ata nuk mujnë me fol, janë të vdekur. Thet, wallahi e di, لو استطاعوا لقالوا إن خير الزاد للتقوى. Po të kishin mujt me fol, e lexoni far ajete, po të kishin mujt me fol, kishin me thanën e vetmja gjë që neve po na dohet këto është tagwallak, devotshmëria. Ato pasunia, ata fëmija, ata kanë met kejt nalt. Këto është të na udashtën devotshmëria dhe para to kemi nevojë. Dhe kthehet pastaj të pranishmit ulen edhe thet, apo doni me ditë se çka do me thonë devotshmëri. Inne khajre zade le taqwa. Inne akramakum inda Allahi atqakum. Atqakum, më i devotshmi i juve. Thët, takvallaki, devotshmëria, evlijaullaki, evlija, takva, është një gjë e ndërtuar mbi 5 shtylla. E para është el khaufu min el gjelil, e dyta është el amelu bit tenzil, e treta është el rida bil qalil, edhe e katërta ju thet është el isti'dadu li jaumir rahil. Çka i bje kjo bre burr? E para është ti kesh frikë Zotit. Edhe kur ti nuk e sheh, dhe ta merr mendja se kur kush nuk të sheh, dije se të shohin nëpërmes syrit të Allahut dhe një ditë kanë me e pa. Me ju frigue Zotit në çdo pore të jetës sate. E dyta, wal amelu bit tanzil, me punue me atë që ka zbrit nga Allahu i madhreshëm. Me e kuptue Zotin dhe ligjet e tij në natyrë dhe me punue sipas ligjeve të tij që i ka vendos në natyrë. E treta, rida bil qalil, me qenë i kënaqur me atë që e ke.
Jo mos me ja ditë shqyqyrin e mirësin atë që ta ka dhënë Zoti dhe atë që e ke fitue me djerës. Gjithmonë me këshyren një haptutje e ato shka e ke shëndetin, pasunin, dijen, shpijen, shoshnin, familjen, evladin, ato shka e ke në dispozicion gjithmonë me pa të vogël. Nuk është thirrje kundër ambicjes së njerit, por është thirrje e stopimit të njerit që të mos bie në stres, vazhdimisht duke shikuar në një pikë larg dhe kur atë pikë mos me mujt me arrit. Me qenë thjesht i kënaqur me ata shka e ke në dorë. Dhe e katërta, el isti'dadu li yawmi rahil, përgatitja për ditën kur ti do t'jesh në ndhej dhe të tjerët nga bidheu kanë marrë edhe më t'i bohe këto pyetje. Përgatitje për ahiret. Fekkir fi dunjake ke enneke te aishu ebeden, wa fekkir fi ahiretike ke enneke te mutu gaden. Mendo për sa jesh mbi varë në këtë botë, si kur s'ke me hije në drasa atje, po në pra, por në të njëjtën kohë, krahas gjithmonë mena se nesër kime qenë njëni prej atyre që kime hije në ndrasa. Po kthehem të tema, deshta vish me spjegue këtë ajetin që është bazamenti, themeli, mbi të cilën ndërtohet filozofia e islamit dhe është fryma kryesore e ditës së Arafatit. Ja e juhen nas, o ju njerëz, po i drejtohet Allahun njerëzimit. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, o ju njerëz, shkajni qartë, shkajni shashtris, e tranut njëni tjetrin, e vrajtët njëni tjetrin, po flitni për shfarosje të shteteve dhe civilizimeve. Me miliona njerëz jeni vish të vra. A ju nuk pëdini se unë ju kam krijuar prej një babe dhe një nane, jeni vllazën të ke fundit. Vllazën nga përkatësia gjenetike e juaj njerëzore. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila, po jeni do fise, do sene, do popoj, do andeje këndej. Por, ma i miri prej të gjithë juve, prej Washingtonit, në Tokyo, në Evropë, në Berlin, në Prishtinë, në Gilan, në Johannesburg, në Pekin, ma i miri prej juve është ma i devotshmi. Që kjo fjalla të guaqët e shpjegova. Tash, miq, në Arafat është edhe një moment tjetër që dohet me patjetër të përmendet. Është deklarata universale e të drejtave të njerëzit. Në Arafat, Muhamedi alayhi salatu wasalam, ai një të pa, krejt haxhi, krejt Arafati, zemra e islamit, krejt fundi, kajmaku, rezultati i misionit të pejgamberit po flet për barazin ndër njerëzore, për solidaritet njerëzor, po flet për afërsi mes njerëzve, kundër ndasive, kundër përçarjeve, kundër ndarjeve, kundër luftrave, kundër gjenocideve, thjesht njeriu në fokus. Njeriu epicendra rreth të cilit po sillet krejt misioni i pejgamberit, krejt shpallja hyjnore e Allahut të Madhërisht. Dhe pejgamberi në hutbën e tij të famshme, hutbën lamtomirëse, thot: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Mbajeni mend o njerëz, jeta, pasuria dhe nderi juaj janë të shenjta dhe ruani për të shenjta. Ruajani tjetrit sepse e ka të shenjt pasuninë, jetën dhe nderin e tij.
Që kjo fjala alejkum haram, dhe më thënë, të na shumë herë përkthehet, që të e përkthejnë, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, alejkum haram, e keni haram. Jo, fjala haram në këtë raste, është sikur se të mesgjidul haram. Jo, xhamia e haramit, që përkthejnë, por përkthehet e shenjt, fjala haram këto, përkthehet e shenjta. Pra, ruajeni shejtnin tuaj në qëto 3 pika, dhe ruajeni shejtnin tjetrit, se dhe i ka po të njëjta këto 3 të shenjta, si që i kije edhe ti. Që kjo deklarat, miq, i ka parapri me më shumë se 1300 vjet deklaratës universale të drejtave të njeriut të vitit 1948 pas luftës së dytë botnore. Për shka e them këte? Sepse pejgamberi jon i vendos 3 shtylla bazamente të shoqërisë njerëzore. 1. Sigurinë e jetës, 2. Sigurinë e pronës dhe 3. Sigurinë e dinjitetit. Këtë rreth këtyre 3-jave sillen konventat e deklaratat universale e Kombeve të Bashkuara dhe shumë prralla të tjera të cilat janë krijuar gjatë shekullit 20 për eksploatimin e shoqënive të ndryshme, eksploatimin e njerëzimit. Megjithse që në mesin e këtyre përpjekjeve tinzare ka pas njerëz, ka pas organizata, ka njerëz, ka organizata, ka shoqëri të ndryshme civile, të cilët me sinqeritet flasin e punojnë për ruajtjen e çdo 3-jave. Sigurimin e jetës së njerëzve, sigurinë e pronës dhe sigurinë e dinjitetit. Po të ishin të gjithë të prishun në gjak, në karakter, si që janë politikanët, një pjesë jo e vogël e politikanëve të botës, sidomos e shteteve që kanë arrit një fuqi, edhe me atë fuqi dojnë vish shkatërrim, po të kishin qenë krejt si ata, kiameti motiko kish ardhë. Pra ka njerëz edhe në shekullin 20, edhe sot do të kenë gjithmonë që me sinqeritet punojnë për të ruajtur të drejtat e njeriut. Megjithatë, miq, pa çeto 3 elemente, të cilat i përmend pejgamberi në hadith në ditën e Arafatit, nuk mund të ekzistojë sot as shteti, as demokracia e as civilizimi. Po u lëvizën, u preken, po u tundën që të 3-ja, tundet edhe ekzistenca e një qytetërimi. Përveç kësaj, Arafati ka edhe një mision politik. Shumë musliman e lexojnë Arafatin dhe shpjegojnë vetëm si adhurim. I keni dëgjue në për xhamia, në për YouTube, në për sene, i ka thonë, si ka thonë, ka zbrit, ka kajt, s'ka kajt. O shpjegoni mesazhet e temës të cilën e shpjegoni. Në fund, së paku në fund të shpjegimeve tuaja thuani, përmendni jo, se që kjo ngjarje e synon qëto, sepse ngjarjet edhe në Kur'an edhe të Arafatit në fakt janë rezultat i përpjekjes 23 vjeçare para Arafatit dhe janë mesazhe të cilat do të përzihen si mostra, si mesazhe domethënëse e delale e lafdhije wa ghayru lafdhije quhen në logjik. Shpjegime me fjalë dhe nëpërmes mesazheve nga të cilat do të mësoj njerëzimi. Pra, përveç të tjerave, Arafati ka edhe mesazh politik. Mirë po, Arafati ka një mesazh politik shumë më të fuqishëm se politika që e kuptojmë ne në ditët e sotshme. Jo mesazh politik partijak, por mesazh politik në kuptim qytetërimor. Arafati na mëson pra se pushteti nuk është absolut, kime ra një ditë hunebuz. Kombi nuk është absolut, i joti i mirë, i ati i keq. Raca nuk është absolute, veç të i mirë, ata tjetë të zi dhe ata tjetë nuk do të jenë të shitën si sklavër.
Ekonomia nuk është absolute, jo çdo gjë arrihet nëpërmes pasurisë. Absolut është vetëm Zoti të cilit duhet të drejtoheni, sikur në ditën e Arafatit. Dhe kjo është filozofi që i kufizon të gjitha format e tiranisë dhe i çmonton po të implementohen në jetën e përditshme të njerëzve. Prandaj, historian të njohur të qytetërimeve e në veçanti të qytetërimit islam, siç është edhe Filip Hiti, konsiderojnë tauhidin si baza kryesore e lirisë njerëzore. Derisa e kanë vetëm një epicentër rreth të cilit sillet, siç është e silmja e monoteizmit në tawaf dhe grumbullimin atë mahshar të Arafatit, kjo përfaqëson mesazhin më të fortë të lirisë njerëzore. Miq, bota perëndimore, bota moderne sot po përballet me 3 krizat më të mëdha. Është kriza e identitetit, të cilën Islami e rregullon shumë shpejt. Njeriu nuk e di se kush është, ku na i përket. Kriza e kuptimit, ka teknologji, po mungon qëllimi. Njerëzit nuk janë të mujt me u marrë vesh, edhe kriza e solidaritetit. Ka komunikim global, por mungon afërsia ndërnjerëzore. Arafati i jep përgjigje që të 3 këtyreve. Pra, ai ja kujton njeriut vendin prej nga vje, qëllimin pse jeton dhe ku do të kthehet pas vdekjes së tij. Arafati në fakt, miq, për nga misioni të cilin e ka, vizioni i pejgamberit që e parasheh të jetë të tillë, është parlamenti moral i njerëzimit. Sot të zam, e përmena edhe dje, po edhe sot për e përmeni për shkak të rëndësisë, OKB-ja ka rreth 200 shtete, 193, 199, nuk e di sa jenë po, për ditë marrohen të reja. Çdo shtet aty dërgon kësine delegat. Mirë po në Arafat ndodh diçka shumë më e fuqishme. Në Arafat nuk dërgohen delegat të zgjedhur, politika me zgjedh çdo po e çajone. Në Arafat shkojnë vetë njerëzit, miliona njerëz nga të gjitha racat dhe kulturat e ndryshme. Aty nuk mbajnë flamuj kombëtar, flamuj etnik e racor. Aty nuk mbajnë uniforma ushtarake, nuk mbajnë simbole partije, e djathtë e majtë e mesme në aton këtan. Ata veshin të gjithë të njëjtën uniform, të njëjtën veshje. Dhe ky është një mesazh i jashtëzakonshëm politik dhe social që i nevojitet njerëzimit dhe nga i cili ka se çka të mësoj njerëzimi. Pra, sikur një farforme, sikur Arafati po i thot botës, njeriu është më i madh se kombi. Morali është më i madh se pushteti, ndërsa dinjiteti është gjëja më e madhe dhe pasuria më e vlefshme e njeriut dhe e njerëzimit. Barazia në Arafat shfaqet në forma të ndryshme, që për fat të keq, pas largimit nga Arafati, një numër jo i haxhive kthehen në jetën dhe mentalitetin e në përçarjet e parashkuarjes në Arafat. Mesazhi social i Arafatit për kohën tonë është mase i fort, i fuqishëm dhe i nevojshëm për të mësuar. Në shekullin 21 miq, njerëzit kanë arrit në Mars me teknologji të llahtarshme, por në të njëjtën kohë ende nuk kanë arrit me e eliminue urrejtjen shtazarake, racizmin midis njerëzve. Nuk kanë mujt jo mi eliminu, po me indalue së paku luftrat gjakatare, pa barazi që bëhen midis njerëzve. A është bre normale që zërin e në këtë rast të islamit
që është zë universal me e pas si të dëmshëm zërin e një feje kur thret për universalizëm, për barazi, kundër luftrave, kundër racizmit. A është normale, çfarë logjike kanë këta njerëz? Arafati na kujton se kriza e botës sot nuk është krizë teknologjike, por është morale. Për shka? Nuk mungojnë burimet, por mungon drejtësia e ndarjes atyre burimeve, nuk mungojnë ligjet, por mungon ndërgjegja për me implementua si duhet ligjet. Prandaj Arafati edhe sot e kësaj dite e deri në fund komemet aktual, sepse ai nuk flet vetëm për shpëtimin individual të një individi, partie apo të një pushteti. Ai flet për shpëtimin e shoqërisë në përgjithësi. Edhe shqiptarët si komb, si popull, kanë çfarë të marrin mësim nga Arafati, pa marrë parasysh përkatësinë fetare të shqiptarëve. Arafati ka një domethënie të madhe o shqiptar, kudo që po më dëgjoni dhe cilës do fe që i takoni. Një popull që jemi i ndarë në shumë shtete, një popull me një diaspor të shpërndarë në çdo cep të botës, një popull që shpesh është përballë me përçarje politike, ideologjike, krahinore, sektare dhe të ndryshme. Arafati le të ju kujtoj një të vërtet të madhe. As një komb në histori nuk ka dështu, nuk ka ra vetëm për shkak të ekonomisë. As vetëm për shkak se s'ka pas ushtri. As vetëm për shkak se s'ka pas politikë të mençur. Popujt, kombet mbjetojnë dhe qëndrojnë të mos bien më së shumti atëherë kur ruajnë solidaritetin moral fillimisht dhe të gjithanshëm ndërmjet tyre. Dhe pikërisht këtë solidaritet e promovon dhe e simbolizon dita e Arafatit. Pra, miq, nga hira, nga e shpela e hirës në Arafat, nëse do të duhej të përmblidhej jeta e pejgamberit me dy fjalë, me dy emra, me dy vende, ato do të ishin nisja, hapi i parë nga shpela e hirës dhe përfundimi në Arafat. Nisja i vetmuar, edhe pa ndihmën e fuqive dhe të superfuqive, por vetmohues, besues në Zotin e lavdishëm me një besim të thellë dhe që besonte në fuqinë e vetë dhe të miqve të tij, se po qeje i moralshëm, po i respektove ligjet e jetës dhe u imponove pastaj të drejtat që i duhen shoqërisë, nuk ka kush që të ndalë. Kështu, duke e përfunduar temën, në hira fillon misioni i pejgamberit në Arafat kurorizohet. Në hira pejgamberi ishte i vetëm, në Arafat ishte një ummet, veç aty mbi 100.000. Në hira dëgjohej vetëm zëri i shpalljes, në Arafat dëgjohej jehona e shpalljes në zemrat e 100.000 njerëzve, nga të cilët do të krijohet civilizimi më i madh që ka pas historia njerëzore. Dhe ky është mësimi më i madh i Arafatit, cili ndryshimet e mëdha, miq, ndryshimet e mëdha historike nuk fillojnë me miliona njerëz. Ndryshimet e mëdha historike fillojnë me një njeri që beson në të vërtetën. Pastaj ajo ide bëhet lëvizje, pastaj lëvizja bëhet komunitet dhe pastaj komuniteti shndrohet në qytetërim. Dhe qytetrimi në kulmin e tij, qytetrimi islam në kulmin e tij mblidhet në Arafat, për t'i kujtuar njerëzimit edhe sot
se të gjithë bijt e Ademit janë të krijuar nga Zoti dhe para Zotit janë të gjithë të barabartë. Madhështia nuk matet me pushtet, por matet me ideale dhe me moralin e shëndosh. Ky është mesazhi kryesor të cilin e jep dita e sotshme, dita e Arafatit. Deri në një video tjetër, mirëmbëjtje.